Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju mbrëmsorën e parë, e kremte e djela e rshajve. O hy më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Eja o shpirt krijues, vizito mendjet tona, mbushi me hirin tënd zemrat që ke krijuar. O këshilltari ëmbël, dhurat e Atit të tejet lartë, ujë i gjallë, zjarr, dashuri, krizmë e shenjtë e shpirtit. Gishti darës së Zotit, i premtuar nga shëlbuesi, rrezato 7 dhuratat e tua, ngjallën në ne fjalën e Zotit. Të jesh dritë e diturisë, flakë ndezur në zemër, shëroj plagët tona me balsamin e dashurisë sate. Na mbron nga armiku, na jep dhurat paqen, udhëheqja jote fitimtare, na ruajt nga e keqja. Dritë e pashtershme diturie, na zbulo misterin e madh të hyjit atë dhe të birit, të bashkuar në një dashuri të vetme. Amen. Antifona e parë. Në ditën e rëshajve, 50 ditë pas ngjalljes së Krishtit, nxënësit ishin të gjithë të mbledhur, aleluja. Psalmi 113. Lavdërojeni shërbëtarët e Zotit. Lavdërojeni emrin e Zotit. Qoftë bekuar emri i Zotit, qysh tash e deri në amshim. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. I madhërueshëm është Zoti mbi të gjithë popujt, lavdia e tij i tej kalon qiejt. Kush është si Zoti, hyi ynë, që fronin e ka në lartësi, e nga lart vrojton qiellin e tokën? Nga pluhuri e ngres kamnorin, nga llomi e lartëson të vobektin, për ta vënë të ri me princat e popullit të vet. Ai bën të banoj beronja në shtëpi të vet, nën fëmijësh të gëzueshme. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në ditën e rëshajve, 50 ditë pas ngjalljes së Krishtit, nxënësit ishin të gjithë të mbledhur. Aleluja. Antifona e dytë. Gjuhë të zjarrit mbi çdo njërin apostull, shpirti i hyjit i paraqitej botës. Aleluja. Psalmi 147. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë. Është bukur t'i këndosh hyjit ton. Është kënaqësi ta lavdërosh si i ka hije. Zoti e rindërton Jeruzalemin, i bashkon izraelitët e mërguar, ai i shëron zemrat e cuptuara, i lidh plagët e tyre. Ai e njeh numrin e yjeve dhe e thërret secilin me emër. I madh është Zoti ynë, i gjithë pushtetshëm. E pakufishme është dija e tij. Zoti i lartëson të përvujtët, kurse për dhe i shtron bakqit. Këndojani Zotit këngën e falenderjes.
Bini harpës për nder të hyjit ton. Ai me re mbulon qiellin dhe ja përgadit dheut shiun. Bën të rritet maleve bari, edhe bim për të mirën e njeriut. Ai u jep ushqim bagtive, deri edhe zogjve të korbave kur ja kërkojnë. Si e rëndësi fuqisë së kalit, si merr parasysh kërçikët e trimit. Zotit i pëlqejnë ata që e druajnë, ata që shpresojnë në mirësinë e tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Gjuhë të zjarrit mbi çdo njërin apostull, shpirti i hyjit paraqitej botës. Aleluja. Antifona e tretë. Shpirti që vjen prej Atit e zbulon lavdinë e Krishtit Zot. Aleluja. Kënga krahasuar nga libri i zbulesës, kapitulli 15, rreshta 3 deri në 4. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot, hy o i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty, o Zot, dhe kush të mos e lavdëroj emrin tënd? Ti i vetmi je, shenjti. Të gjitha kombet do të vinë dhe do të adhurojnë para teje. Sepse gjyqet e tua u dëftuan të drejta. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shpirti që vjen prej Atit e zbulon lavdinë e Krishtit Zot. Aleluja. Leximi i shkurtër nga letra Romakëve kapitulli 8, rreshti 11. Nëse shpirti i Atij që ngjalli nga të vdekurit Jezusin banon në ju, atëherë ai që ngjalli Krishtin prej të vdekurve, do t'i jap jetë edhe trupit tuaj të vdekshëm me anë të shpirtit të vet që banon në ju. Përgjigja e shkurtër. Shpirti i Atit do të jetë në ju. Aleluja, aleluja. Shpirti i Atit do të jetë në ju. Aleluja, aleluja. Ai do t'ju mësoj çdo gjë. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Shpirti i Atit do të jetë në ju. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Eja o shpirt shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve tu, ndizë zjarrin e dashurisë sate, ti që në larminë e gjuhëve njerëzore i bashkon të gjithë popujt në një fe të vetme. Aleluja. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt.
Qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij, brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, I rrezoi princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërptarit të vet. duke sjellë në mend mëshirën, Si u apati premtuar e tërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit, e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Eja o shpirt shenjtë, mbushi zemrat e besimtarëve tu, ndize zjarrin e dashurisë sate. Ti që në larmin e gjuhëve njerëzore i bashkon të gjithë popujt në një fe të vetme. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Pasi kaluan ditët e 5 vjetarës së vjetër, zbriti nga qielli mbi apostoj shpirti i shenjtë ngushëllues, duke festuar misterin e madh, po i lutemi hyjit atë që këtë mister të ripërtrijë në ne. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe përtrije fytyrën e tokës. Ti që krijove botën dhe shpërbleve përmes birit tënd. Dërgoje shpirtin tënd që ta ripërtëri fytyrën e tokës. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe përtrije fytyrën e tokës. Ti që formove njeriun në përgjasimin tënd dhe ja dhe shpirtin e pavdekshëm. Dërgoje shpirtin shenjtë në kishën tënde, që në përgjasim të Krishtit të bëhet shpirt i botës. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe përtrije fytyrën e tokës. Bëj që të ndriqoj në mesin e njerëzve të kohës son, drita e shpirtit tënd. Ku ka urrejtje, bëj të lulëzoj dashuria, ku ka dhembje, sille gëzimin, ku ka luftë, sille paqen. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe përtrije fytyrën e tokës. Pastroj mëkatet tona në ujin e gjallë të shpirtit tënd. Shëroj plaget e mëkateve tona. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe përtrije fytyrën e tokës. Ti, që për virtyt të shpirtit shenjtë u afal njerëzve jetën e lavdishme. Bëj që të vdekurit të pastruar me hirin tënd, të hyjnë në gëzimin e përjetshëm. Dërgoje shpirtin tënd, o Zot, dhe përtrije fytyrën e tokës. Aty në që në qiell u shet rafte e mryt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj gjithë pushtetshëm dhe jam shueshëm, ti deshe që kremtimi i pashkave të zgjas 50 ditë. Bëj që shpirti shenjtë i bashkoj popujt e dëmtuar nga dasit e lloj-llojshme, që të gjithë njerëzit, secili në gjuhën e vet të lavdërojnë ty. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju mbrëmësorën e parë të kremtës së rshajve,
Vazhdoni që ndroni me programet e Radio Maris, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.